Unë kam provuar dhe kam kërkuar shumë njerëz për të ndryshuar gjëra në jetën time. Sado që unë jam përpjekur, asnjëherë nuk kam arritur aty ku dua. E ndjeja që diçka më pengonte, e ndjeja që diçka nuk shkonte. Derisa një ditë takoj Sonilën dhe Fabia dhe wow, takimi me ta ishte vërtet mbreslënës. Në momentin kur Sonila më ka prekur syt, ka qenë një ndjesi si një film para jetës, një film i shkurtër i jetës time. Më kanë ardhur momente të gëzuara apo dhe të dhimbshme. Më kanë ardhur figura të ndryshme që mundohesh aty jepja kuptim dhe më pas numra të kuq që jam e bindur që kanë pasur një kohë të caktuar. Unë jam Viola, jam 47 vjeç, nëna e 2 fëmijëve të rritur, 19 dhe 22 vjeç. Jam mësuese arsimit parashkollor dhe aktualisht punoj si drejtuese e një kopshti shtetëror. Unë sot mendova të vija me të 3 gjeneratat, mamin tim, veten dhe 2 çunat e mi. Jam shumë e bindur që nga ky moment dhe në vijim çdo gjë do ndryshoj. Do ndryshoj marrëdhënien midis ne të treve, do sjelli më shumë dashuri dhe harmoni. Çdo gjë është e dukshme pas çdo sound deal-i që unë bëj.